Zoti Mehmeti, zoti Neziri, mirë se erdhët në Ballkan Update. Shumë faleminderit për kohën. E di që këto janë ditë të ngjeshura edhe për shkak të lajmit, zgjedhjet në RMV. Mirë se u gjetëm. Zoti Mehmeti, në fakt do doja ta nisja nga ju. Pse fitoi Vlen në Maqedoninë e Veriut, madje doli me një rezultat goxha të mirë, partia e dytë në rang vendi pas VMRO-DPMNE-s? Po unë kemi sinqert nuk e kam këto rezultate që i përmendni ju, sepse votimi për kryetar komunës ende nuk ka përfunduar, kemi rrethin e dytë dhe as të rreth parë nuk janë të konfirmuar, edhe pse është i qartë se Vleni ka rezultat shumë të mirë në Çajër dhe në Tetov. Në Saraj është rezultati për afër, po të thuhet se ka fituar edhe se është herët. Mund të dalë ashtu mirë, po nuk kemi fakte që të mund të argumentojmë një të tillë. Edhe pse pritje që ka pas BDI-ja, nëse shifet nga ajo perspektivë dhe fronti rreth BDI-s, atëherë po mund të thuhet se humbja e Çajrit dhe Tetovës është një fitore për Vlenin. Po sigurisht se po, në këtë aspekt mirë, po në përgjithësi mendoj se duhet të presim spaku edhe 2 javë që mund të jemi korrekt me vlerësimin. Nga krau tjetër, ajo që dim tashmë është që zoti Ahmeti dhe Aleanca Kombëtare për Integrim, Xhelal do duhet ta vazhdonim së bashku, ka psuar një humbje nga pretendimet që ajo kishte. 2 kalat kryesore që ishin Çajiri dhe Tetova tashmë janë marrë nga kandidatët përkatës, zoti Mexhiti dhe nga krau tjetër zoti Kasami në Tetov. Pse humbi zoti Ahmeti? Madje ai paralajmëronte ndalje e tij edhe referendum, edhe një lloj, po themi, paralajmërimi për zgjedhjet parakoshme të përgjithshme në vend. Habi është çështja e strategjisë gabuar, mendoj unë, që ka zgjedhur zoti Ahmeti kur e formoi koalicionin Aleanca Kombëtare për Integrim. Pra ai formoi një koalicion duke bashkuar 2 krahët e një partie të përçarë që më herës kur funksiononte si një vetme ishte një kundërshtar i ashpër i BDI-s. Pra duke bashkuar një parti të djathtë siç ishte ASH-ja me BDI-n që llogaritet si parti e qendrës, në fakt ai zhgënjeu votues nga të dyja taborët. Dhe kështu BDI humbi komuna të cilat të llogariteshin si bastionet saj, humbi Tearcën, humbi komunën e Çajirit, humbi komunën e Tetovës, humbi komunën e Zhelinës, pra ka humbur disa komuna ku më parë llogariteshin si bastionet të saj. Pra pikërisht ky vlerësim i gabuar për një koalicion i cili nuk i solli atë shumë benefite. Sa për krahasim, në vitin 2021 BDI-ja në listat e përkëshilltar, pra që janë lista ku marrin vota në bazë partijake, pra votohet partia, mori diku 105.000 vota. Ndërkohë që sot ka diku 114.000 vota. Pra këtë koalicion i solli jo një benefit të madh, pra një diferencë jo shumë e madhe dhe një rezultat i cili nuk mund të pretendojë të kërkoj më zgjedhje të parakoshme parlamentare ose të shpallë referendumin si të suksesshëm. Por hir të së vërtetës dua të theksoj se nëse i shohim arenat kryesore që i përmende Tetovën dhe Çajirin, të cilat u shpallën hotspot, u shpallën pika të nxehta të politikës shqiptare këtu, ngadhnjeu Vlen, ngadhnjeu edhe në garën për kryetar komune, por edhe në garën për këshill komunal. Pra në të dyja listat mori shumicën e votave. Mirë, po nëse i shohim listat e kandidatëve për këshilltar në përgjithësi, mund të vërejmë se sërish Aleanca Kombëtare për Integrim ka diku 20.000 vota e përsi, pra mori 110.000 vota, ndërkohë që koalicioni Vlen mori afërsisht 90.000 vota. Dhe tani, varësisht nga ajo se çfarë shohim si fitore, kush çfarë fitoi për kryetar komunash apo për këshillat komunal,
mund të ketë interpretime të ndryshme. Por vetë fakti se Aleanca Kombëtare për Integrim në raundën e parë arriti të korë fitore, edhe ajo nuk dihet, nuk është përfundimtare, vetëm në një komunë urbane, që është Gosivari, ndërkohë që është në pikpyetje, ose shumë e vështirë besohet se do të fitoj në Struk dhe në Korçov, por edhe në Tetov, ku është në balotazh, komunat të cilat i kishte në udhëheqje deri më tani BDI-ja, flet për një rënje për një dështim, do të thoja, të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, një dështim i cili natyrisht se do të reflektojë në periudhën që vjen si në dinamikat politike në skenën politike të Maqedonisë së Veriut, por po ashtu edhe në lëvizjet që duhet ndodhin brenda partive politike shqiptare. Kam edhe një pyetje për zotin Mehmeti. Mendoni, zotin Mehmeti, me të gjithë njohjen e thellë që ju keni për mënyrën si funksionojnë partitë politike apo zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut, se nga këto zgjedhje shqiptarët dolën edhe më të përçarë? Mendoj se është herët edhe kjo të thuhet, nuk do të thotë patjetër se kemi ndonjë përçarje të re, përdallim nga ajo që kemi pas deri tani. Por këto zgjedhje mendoj se duhet të analizohen pak edhe më ndryshe, sepse nuk ishin thjesht zgjedhje lokale për të zgjedhur menaxherin e komunës, gjë që është normale, por ishin dy dimensione në fakt. Njëri dimension ishte kjo zgjedhjet normale lokale dhe në anën tjetër ishte jashtë quajturi referendum si një korrigjim ose një vërtetim i asaj që ndodhi pas zgjedhjeve parlamentare vitin e kaluar, ku koalicioni vlen u bë pjesë e qeverisë edhe pse marrëveshja ndërmjet dy bllokeve shqiptare ishte saj që e merr edhe një vot më tepër, ai duhet të hyjë në qeveri, po ndodhi e kundërta. Dhe zgjedhjet lokale u paralajmëruan si një referendum ku duheshte të verifikohet, të themi, ky legjitimitet. Dhe kjo mund të verifikohet me zgjedhjet për listat e këshilltarëve, sepse aty nuk ka pas ndihmë nga parti tjera, sepse nëse i shohim disa nga rezultatet e kryetarëve të komunave që janë zgjedhur, nëse i krahasojmë me listat e këshilltarëve, do shohim se aty ka prurje nga anash që ka sjellë fitore. Dhe kjo duhet të merret parasysh nga ky kontekst, për të cilin si ditë sa jeni të informuar, po këtu ishte temë kryesore referendumi dhe mendoj se kjo është e përmendja dhe Xhelali se Fronti Evropian ose Akia i mori 113.000 vota, ndërsa Bleni 92.000 afër, kështu që nëse e shohim nga i kontekst, nuk do të thotë se kemi një fitues të qartë. Po, këto komunat janë të rëndësishme, dhe me thënë komuna e Çajirit, Tetovës janë fitore shumë e madhe për Blenin, mirë po nëse e shohim totalin, disponimin e popullatës e tërë situatë është pak më ndryshe. Kështu që mendoj se duhet të shohim nga ky aspekt kur flasim për të ardhmen e partive ose për sjelljen e tyre në qeveri dhe paralajmërimin që ishte të bëjë me eventualisht zgjedhjet parakohshme parlamentare, mirë po tani duket se kjo do të jetë pikpyetje e madhe, a do të mund të ndodhë ose jo. Pa diskutim do duhet një analizë edhe nga vetë subjekte politike, po analiza edhe nga ne për lokalet në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon do të vijoj. E kam fjalën, e keni ftesën të hapur edhe për një dalje tjetër, meqense sot koha ishte pak e kufizuar. Ju falenderoj shumë, zotin Neziri, zotin Mehmeti, kënaqësi që u kisha në këtë bisedë.